Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot do të jetosh besimin. Jam ulur diku në kënd tek kuzhina e shtëpisë dhe kam vendosur të ndaj meditimin e këtij mëngjesi me ju. Lutuni si bi. Kjo është fjala që kam për ju. A dini që ka ditë kur unë lutem mbase të gjithë lutemi dhe kuptojmë që nuk po lutemi si bi të Zotit. Por kemi ndjesinë që jemi duke folur me Perëndin nga një lloj distance. Sigur jemi shërptorë që kanë frikë ta shqetësojnë Zotin nëse lutem. Por a dini që Jezusi na trondit me të vërtetën e tij kur ai thot, kur të luteni thoni Aty ynë që je në qiell. Pra jo një Zot i largët, jo një gjykatës i ftohtë, një Perëndi i frikshëm, por një Atë i dashur dhe i dhemshur. Mu kujtohet një fëmijë që zgjoi natën nga frika. Ky fëmijë kam qenë unë. Ndodhte që trembesha natën, zgjohesha, e gjë e parë që bëja ishte shkoja dhe futesha brenda në shtratin e babait dhe të nënës time. Nuk thrisja mjekun, nuk thrisja fqinjet, por thrisja vetëm një emër, babi. Kjo është lutja që Jezusi na mëson. A dini që nga aramaishtja, fjala babi është Aba. Aba, babi. Në Dhjatën e Vjetër, njerëzit, profetët që i luteshin Zotit, e shikonin Zotin si një Zot të madh, të frikshëm, të gjithëpushtetshëm, një gjykatës të drejtë. Abrahami, Mojsiu, Davidi, Danieli, Elia, të gjithë të tjerët nuk mund t'i drejtoheshin Perëndis, Ati im. Pse? Sepse biri ende nuk ishte zbuluar, biri vetëm lindur i Atit Krishti. E natyrisht, biri ende nuk ishte sjell zbulesën e Perëndis. Ai është një Atë dhe dëshiron që t'i birësoj dhe t'i adoptoj të gjithë bitë e humbur të racës së Adamit në këtë botë, duke i kthyer ata mbrapsht në ecjen dhe në jetën e besimit. Jezusi erdhi për të na dhënë jo vetëm faljen, por birërin. Bibla deklaron që ju nuk keni marrë frymën e skllavërisë, por frymën e birërisë, kur keni pranuar Krishtin si shpëtimtarin dhe Zotin tuaj. Ndaj miq, të luteni si bi do të thotë të mos shiheni, të mos aktroni, të mos keni frikë se nuk jeni të denjë kur dilni përpara Zotit. Ati e di çfarë ti ke nevojë edhe përpara se të flasësh. Ndaj sot nuk është duke të thirrur një Zot i zemëruar, i cili mezi pret të gjykojë, por sot po të fton dhe të thret që të vish pranë tij me gjithë zemër, një Atë i dashur, i cili mban krahët e tij hapur për ty. Ndaj të ftoj që në fund të këtij meditimi, të kësaj dite që shpresoj ka qenë inkurajim për gjithë ju, Perëndia është një Atë i cili na do me një dashuri të përsosur, të lutemi bashkë. Le t'i drejtohemi Perëndis si Atë ynë. Atë qiellor, të falenderojmë për dashurinë tënde të madhe. Faleminderit që ti na do. Dhe ti dërgove birin tënd në botë, jo për ta gjykuar apo për ta dënuar botën, por që bota të shpëtohej nëpërmjet tij. Bekoj burrat dhe gratë që janë duke më ndjekur sot, o Zot, dhe bëj që ky mesazh të jetë inkurajim dhe bekim për ta dhe familjet e tyre. Ruaj dhe mbroj në rrugët e jetës dhe bëje emrin tënd të madh tek secili prej tyre. Në emrin e Jezusit. Amen dhe amen. Miq, ky është meditimi për sot. Lutem realisht me gjithë zemrën që ta njihni Perëndinë e gjithëpushtetshëm, krijuesin e qiellit dhe tokës si Atin tuaj. Ejani te Krishti dhe nisni udhëtimin e besimit. Me zi pres t'ju takoj sërish në meditimin e ditës së nesërme.